Në sistemin e shërbimit civil rezultojnë gjithsej 16.343 pozicione pune, ndërsa rreth 1.279 ose 7.3% e tyre janë plotësuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, sipas të dhënave të publikuara në raportin vjetor për vitin 2025 të Komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil. Referuar shifrave rreth 1.016 rastet e emërimeve të palishme që zënë rreth 6.3% të pozicioneve të punës në shërbimin civil, i përkasin administratës vendore. Nga ana tjetër, rreth 13.000 pozicione janë plotësuar në përputhje me ligjin, ndërsa rreth 2.000 janë pozicione të lira. Të dhënat tregojnë se problematikat lidhen kryesisht me mosrespektimin e procedurave të konkurimit, emërime të kryera jashtë kritereve ligjore, si dhe mungesë dokumentacioni të plotë në disa raste. Sipas analizës së strukturës të pozicioneve të punës, një pjesë e konsiderueshme e shkeljeve janë konstatuar gjatë procesit të plotësimeve të vendeve vakante, ku procedurat ligjore nuk janë ndjekur në mënyrë të rregullt. Në të njëjtën pjesë të raportit thuhet se nga pozicionet e plotësuara sipas ligjit evidentohet rritje me 6% si rezultat i zbatimit të procedurave të konkurimit dhe njësimit të emërtesave të strukturës. Ndërkohë, numri i emërimeve në kundërshtim me ligjin ka shënuar rritje me 2.3%, sipas raportit për shkak të problematikave që lidhen me zbatimin e legjislacionit dhe me akte nënligjore, veçanërisht në nivel vendor. Referuar të dhënave të raportit në sistemin e shërbimit civil janë realizuar 1.462 emërime, nga të cilat 52.5% administratën shtetërore, 38% administratën vendore dhe 9.5% institucionet e pavarura.